Ata nuk mbajnë kuror, nuk shkruajnë histori, por pa ta, herojt tanë më të mëdhenj nuk do të ishin kurrë legjenda. Në hijen e Skënderbeut, Napoleonit apo Wellingtonit qëndronin figura të heshtura me 4 këmbë. Kuajt legjendar që sfiduan fushat e betejës qëndruan stoik mes zjarrit dhe ishin luftëtarët më besnik që historia ka njohur ndonjëherë. Në këtë video do të zbulojmë histori tronditse dhe heroike të kuajve që nuk shkruhen kurrë në librat e historisë, por që meritojnë po aq lavdi sa vetë komandantët që i kalëruan, sepse pas çdo heroi të madh fshihet një kal që s'ndaloi kurrë. A e dini se kali mund të ndjejë emocionet tuaja pa folur fare? Jo më kot është një nga kafshët më të veçanta në botë, nga fuqia e tij madhështore deri tek ndjeshmëria që të lë pa fjalë. Kali është shumë më tepër se sa thjesht një kafshë për t'i hipur. Në këtë video do të zbulojmë sekrete dhe kuriozitete që ndoshta rrallë keni dëgjuar më parë për këtë krijesë të jashtëzakonshme. Le të fillojmë me historitë e kuajve më të famshëm në botë. Le ta nisim nga Shqipëria. Dihet që kali më i famshëm në Shqipëri ishte kali Skënderbeut. Skënderbeu ishte shqiponja e lirisë, kali i tij ishin krahët që e mbante të fluturonte mbi rrezikun. Legjenda thotë se sa herë Skënderbeu rrethohej nga osmanët, kali i tij besnik nuk tërhiqe, përkundrazi hidhej me guxim dhe forcë prej legjende, duke e çuar heroin mbi male dhe rrëpira drejt shpëtimit. Ky nuk ishte një kal si gjithë të tjerët, ishte një luftëtar me 4 këmbë, i lidhur ngushtë me fatin e kombit, dhe ndoshta më shumë se çdo armë tjetër, ai ishte aleati i heshtur që Skënderbeu nuk e la kurrë vetëm. Por këto nuk janë vetëm përralla, sepse gjurmët e këtij kali legjendar mund të gjenden ende sot. Në Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë ka shumë vende që mbajnë emrin gjurmët e kalit të Skënderbeut, si në Qaflur, Dibër, Krujë, Mirdit, Rugov, Gramsh e plot të tjera. Thuhet se aty ku këmbët e kalit të Skënderbeut preknin shkëmbin, u shënua historia dhe sot ato gjurmë janë ende aty si dëshmi e një lidhje të shenjtë mes njeriut dhe kalit, mes trimërisë dhe besnikërisë. Marengo, kali legjendar i Napoleonit. Historia e kalit të Napoleon Bonapartit Marengo është një nga më të njohurat në historinë ushtarake europiane. Ky kal arab me ngjyrë gri të çelët u bë simbol i besnikërisë dhe qëndrueshmërisë në fushë betejë. Marengo u ble nga Napoleoni në Egjipt në vitin 1799, kur ishte 6 vjeç. Ai e mori emrin Marengo pas betejës së famshme të Marengos në 14 qershor 1800, ku Napoleoni shënoi një fitore vendimtare kundër austriakëve. Edhe pse ishte i vogël për një kal lufte, ai ishte i njohur për qëndrueshmërinë dhe besnikërinë e tij. Madje, thuhet se ai nuk e hodhi kurrë Napoleonin nga shala, pavarësisht se u plagos 8 herë gjatë karrierës së tij. Ai e shoqëroi Napoleonin në shumë betejë të rëndësishme, që nga 1805 deri në Waterloo 1815. Ai gjithashtu përshkronte distanca të gjata me shpejtësi të madhe, duke përfunduar udhëtime prej 80 miljesh për 5 orë. Pas humbjes së Napoleonit në Waterloo, Marengo u kap nga britanikët dhe u soll në Angli. Ai jetoi deri në moshën 38 vjeçare dhe skeleti i tij ruhet në National Army Museum në Chelsea, Londër. Marengo është një simbol i fuqisë dhe besnikërisë në histori. Ai është përjetuar në disa piktura dhe kujtime historike, duke përfaqësuar lidhjen e fortë midis një udhëheqësi dhe kalit të tij të besuar. Një kal tjetër i famshëm është kali Copenhagen i Wellingtonit. Ky kal është kali legjendar i Arthur Wellesley, duke së parë së Wellingtonit, komandantit britanik që mposhti Napoleonin në betejën e Waterloo në 1815. Ai nuk ishte thjesht një kal lufte, ishte një partner i pathyeshëm në fitore. Ai lindi në 1808 dhe ishte biri një kali garash anglez dhe një kali spanjoll. Emrin e mori nga betejë Copenhagen, ku babai i tij kishte luftuar. Ai kishte një trup të fuqishëm dhe temperament të fortë, i përshtatshëm për betejat më të vështira.
Në 18 qershor 1815, Kopenhagen qëndroi me Wellingtonin për më shumë se 18 orë rresht në shi, topa dhe zhurmë. Ai nuk u trem dhe nuk u lodh. Madje thuhet se pas betejës, kur Wellington zbriti dhe e përkëdheli, Kopenhagen tentoi ta shkelmonte, ndoshta nga lodhja. Pas fitores, Kopenhagen u trajtua si një hero. Wellingtoni përgatiti një darkë speciale me tërshër, mollë dhe sheqer, ndërsa u bë një nga kafshët më të nderuara në historinë ushtarake britanike. Kopenhagen jetoi deri në moshën 28 vjeç. Pas vdekjes u varros me nderime në fushën e Apsley House, shtëpia e Wellingtonit në Londër. Mbi varr u vendos një pllakë me mbiskrimin "I dashuri im, mik i betejës". Kopenhagen ishte aq i dashur për Wellingtonin saqë ai nuk e lejoi askënd tjetër ta kaloronte. Ai mbeti simbol i trimërisë dhe i lidhjes së njeriut me kafshën në fushën e betejës. Bucefali ishte kali i Aleksandrit të Madh. Bucefali ishte kali legjendar i Aleksandrit, i cili e shoqëroi atë në shumë betejë të rëndësishme dhe kontriboi në fitoren e tij ndaj armiqve. Ky kal ishte i njohur për forcën dhe besnikërinë e tij dhe aftësinë e jashtëzakonshme në luftime. Sipas rrëfimeve, Bucefali ishte i pamposhtur dhe kaloi shumë beteja të mëdha, duke u shfaqur gjithnjë si partner besnik dhe i fuqishëm për Aleksandrin. Pas vdekjes së Bucefalit, që ndodhi pas një betejë të rëndësishme në Indi, Aleksandri themeloi një qytet për nder të tij, që i quajtur Bucefala, për të ruajtur kujtimin e kalit që e kishte shoqëruar për kaq shumë vite në betejat e tij të lavdishme. Bucefali është një nga figurat më të famshme dhe më të dashura të historisë, jo vetëm për fuqinë dhe besnikërinë e tij, por dhe marrëdhënien e ngushtë që krijoi me Aleksandrin, duke i mbijetuar dhe legjendave që lidhen me këtë periudhë të rëndësishme të historisë. Comanche i mbijetuar i vetëm i betejës së Little Big Horn. Comanche ishte një kal i famshëm i njohur për rolin e tij në betejën e Little Big Horn më 25 qershor 1876. Ky kal i përkiste kapitenit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara që mori pjesë në betejën e njohur për përplasjen mes ushtrisë amerikane dhe fisëve indigjene Lakota. Në këtë betejë tragjike, të gjithë ushtarët e njësisë vdiqën, madje edhe kapiteni, ndërsa kali mbijetoi dhe u bë i vetmi kal i mbijetuar i ushtrisë amerikane në këtë betejë të tmerrshme. Pas betejës, Comanche u trajtua me nderime të mëdha dhe u bë simbol i qëndresës dhe i forcës. Ai ishte i kujdesur nga ushtarët e tjerë dhe u trajtua si heroi i luftës, duke u vlerësuar me medalje dhe duke u kujdesur për të si një pjesë e rëndësishme e historisë ushtarake të Shtetet Bashkuara. Ai jetoi deri në vitin 1891 kur vdiq nga mosha. Sea Biscuit, kali i njohur i garave që frymëzoi një kom. Ai ka jetuar gjatë periudhës së depresionit të madh. Në 1933, kur lindi, ishte një kohë e vështirë për amerikanët dhe shumë merresh me sportin e garave të kalërimit. Historia e tij u bë një shembull për shumë amerikanë. Fillimisht për të nuk kishte shpresa. Megjithatë, trajneri i tij, Tom Smith, megjithëse ai ishte një kal i vogël dhe pa shpresa, e stërviti atë dhe ai bëri një kthesë të jashtëzakonshme. Ai u drejtua nga Red Pollard dhe korri shumë fitore në këtë periudhë të rëndësishme të Shtetit Bashkuara. Ai u bë simbol i shpresës dhe i qëndresës. Historitë e tij të mrekullueshme dhe shkathësia e tij në garat e kalërimit frymëzuan një kom të tërë. Në 1940 ai doli në pension dhe përfundoi jetën e tij në 1947, por historia e tij vazhdon të jehojë. Madje ajo u bë një film i suksesshëm, duke e sjellë këtë kal të famshëm përsëri në vëmendje të botës. Kali senator i perandorit Caligula, Incitatus, ishte kali i perandorit romak Caligula. Ky kal është bërë i famshëm në histori dhe në legjendë sepse Caligula, për të treguar për çmimin e tij ndaj senatit romak, thuhet se kishte ndërmend ta emëronte senator. Sipas burimeve antike, ky kal kishte shumë shërbëtorë, stoli ari, stallë mermeri e të tjerë. Megjithatë, disa historianë mendojnë se kjo histori mund të jetë hiperbol ose satirë e qëllimshme.
Nga fushat e betejave te pistat e garave, kuajt kanë qenë jo thjesht shoqërues, por heroj të heshtur në hije të historisë njerëzore. Secili prej tyre mbart një tregim guximi, besnikërie dhe force, dhe ndonse shpesh emrat e tyre harrohen, gjurmët që lanë nuk fshihen kurrë, sepse pas çdo njeriu të madh qëndron një kalë që vrapoi pa u ndalur. Dhe siç thoshte një proverb i vjetër, zemra e kalit rre me forcën e një lufte, por hesh me butësinë e një miku të përjetshëm. Këto ishin disa nga historitë më të veçanta të kuajve që lanë gjurmë në histori. Po ju, cili nga këto kuaj e ndjet më pranë zemrës? Cila histori ju bëri më shumë përshtypje? Na shkruani në komente dhe mos harroni të shpërndani këtë video për ata që duan të njohin më shumë nga historitë e fshehur pas figurave legjendare. Ju falenderojmë për kohën tuaj, do të shihemi në video të tjera.